Padyshim që prindërit janë përkraja atyre më e madhe gjatë këtij rrugtimi. Prandaj kam nderin dhe kënaqësinë që sonte t'i kemi në studio prindërit e konkurrentes sonë të parë, Orela Grajçipsit. Përshëndetje Jeta, përshëndetje Fidan. Përshëndetje Glob Talent. Na jemi prindrit e Orelës. Kur ka qenë hera e parë që ke kuptuar që Orela e ka talent këndimin ose edhe talentet e tjera që ajo do të shfaqë sonte tek ne? Që Orela ka talent për muzikë, e kemi jetu qysh në moshën 2-3 vjeçare, do me thonë sa ka dalë një muzikë në televizion, kjo me njëherë ka fillu edhe ka këndu edhe kjo. Orela ka shumë aftësi për muzikë, ne si prindër do t'jemi gjithmonë krah saj për mi realizu ëndrat e saj që i ka në të ardhmen. Fidan, ti si prind, sa je i gatshëm me përkrah Orelën gjatë këtij rrugtimi? Orela më i gatshëm me përkrah 100%. Për neve është më rëndësi që Orela më ecë përpara. Dhe do më thoni të gatshëm me përkrah ato në çdo hap të saj. Po, në çdo hap 100%. Orela, cila është ëndra jote për të ardhmen? Ëndra ime është vetë që jera pianos lirë edhe di të këndoj mirë edhe më pëlqen më shumë macat. Faleminderit shumë, kënaqësi që t'ju kem në studio. Faleminderit juve për përkrahjen. Ishin fëmijë të lindur në njësti, isha torja ime, Mikerinis. Jeta është braz, mjaltin e bën të li, me simple se lot në dashuris. Asu ndal, sa dase me flamur, sa dasja ime, andër e pashpres. Faleminderit shumë Orela. Prof Akzem, cili është mendimi yt për interpretimin e Orelës? Mendimi im është Orela mjaft një interpretim fantastik, edhe intonimi ishte i saktë, shumë bukur. Mirë. Më vjen një abi se një krijesë kaq e vogël mund të nxjerrë kaq zë të lartë. Edhe bravo, komplimente. Prindrit e Orelës, si ju duk Orela gjatë interpretimit të saj? Glob Talent, faleminderit mas pari që na keni dhënë mundësinë me pa që kënë tonë tu interpretu në skenë. Për neve është një ndjenjë shumë e veçantë me pa fëmijën tonë tu interpretu kaq bukur. Orela ke shumë e mirë në këndim. Për Orelën muzika nuk është veç hobi, është një gëzim për të. Faleminderit shumë për juve mas pari që na keni ftu. Shpresoj që do të shihemi shumë më shpesh takimet radhës. Faleminderit shumë edhe për juve.